Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast. Që të hysh në politik, ti duhet të kesh arritur diçka në jetë. Të ke edhe diçka çfarë t'jap për shoqërisë. Se unë gjithmonë i lidh gjërat me arsimin, sepse është fusha që unë njoh më shumë dhe nuk jam gjitholog që të flas për të gjitha fusha. Gati çdo vit nga Shqipëria largohen rreth 40-50.000 veta, ki parasysh me dokumenta, sa ata pa dokumenta nuk kapen. Të keqe babai, të keqe nëna mos u bëj shumë, mos u bëj ashtu. Kur je në nder muhabeti, që birçeni vet, ç'a dar. Dhe themi studentëve të gjimnazit dhe pjeçarës ja është marrë matematika një personi që përgatitet për elektricist apo për hidraulik. Ne si shqiptar nuk e duam arritjen e njëri tjetrit. Sot askush nuk flet që në fakultetin e mjekësisë apo në universitetin e mjekësisë nuk vijnë pedagogët në mësim. Është problemi i inferioritetit që ne kemi. Ne vlerësojmë çdo gjë të huaj. Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast. Saturni dhe MediaMarkt këtu shumica e gjërave online është e vështirë, edhe në tre dyqane nuk ishte në stok është. Që di problem, nëse na ndodh ndonjë që do ne rregullojmë. Ti je në Gjermani apo jo? Jam në Gjermani, në Berlin. Nice, shumë nice. Ti je në Zvicër apo? Unë momentalisht jam në Shqipëri, po jo, jam edhe në Zvicër. Po shpenzoj shumë kohë në Shqipëri. E kam bërë. Është nga arsyet kryesore, domethënë. E para fare talent mirë se vjen, të falenderoj që e gjete ose e bëre kohën për të ardhur në Buçi podcast. Është kënaqësi të kem edhe shpresoj të qullisim në një gjë sot, se kam disa brenga unë si publik i gjerë, si njeri i thjesht, si një njeri mesatar në jetën e përditshme, domethënë, edhe kur shikojmë disa gjëra që qarkullojnë nëpër media, tek tu, rrjetet sociale etj. Edhe pse jemi larg në fund fare do thonte një tjetër por e futurës që duhet apo. Ti je në Berlin valla shiko punën tënde, ç'pun ke ti, se ç'a bëhet ti. Ju e keni mbyllur mendjen. Unë të falenderoj për ftesën dhe shumë mirë që bisedojmë. Jo vetëm si dy shqiptar, po si dy shqiptar që edhe e di se ç'do thotë emigracioni. Dhe ndoshta këtu diskutojmë edhe pak se çfarë do thotë që të jetosh në vend tuaj, por të vuash vendin tënd. Fakti që ne dy jemi prezent në Shqipëri, pavarësisht se jetojmë në shtete të tjera, do thotë që e duam vendin, na brengos diçka, na merr malli dhe shoqëri që kemi edhe pjesën si thuaç e digitalizimit sot që na i mundson të jemi prezent në një farë mënyre. Kështu mendoj dhe unë gjithmonë ta shes nëpër tavolina ose kur më pyet ndonjë njeri, po me thënë të drejtën, unë e di që duhet të ignorojmë shumë gjëra, duhet të mos i marrim disa gjëra seriozisht, po një herë të vret fakti që të thonë po budalla, pse nuk shikon punën tënde? Ç'të duhet ti do dalësh ti do kritikosh, do dalësh ti do thosh pse s'ka sigurim në ndërtim, do dalësh ti pse do thosh pse s'ka licencim për elektricista etj. Edhe e gjithë ajo dëshira ndonjëherë domethënë që të flasë për ato gjëra. Unë zgjidhje nuk do jap se ku i gjeta unë zgjidhje. Domethënë ideja është të thjesht debatojmë të shohim çfarë del në fund, po edhe vetëm fakti që përmend diçka, fakti që të intereson diçka, domethënë ndonjëherë të prihen krahët. Se nuk është vetëm një brez i vjetër, janë bashkëmoshtatarët e mi, janë madje ndonjëherë më të rinj se sa mua që ka një lloj mendësie që i përket, nuk e di, 30, 40, 50 viteve përpara, kjo është pak e trisht, edhe e frikshme në kohë. Është shumë e vërtet, Leon. Në radhë parë si thua të evidentosh gjërat është fillimi i problemit. Së fundit duhet të evidentosh problemin që fillosh ta zgjidhësh atë. E dyta, unë mendoj që ne kemi të bëjmë një problem sistemi. Se fundit një individ që këtu nuk bëjnë asgjë, kur shkojnë jashtë dhe futen brenda atij sistemit jashtë, atëherë fillojnë që të cilën njësoj si qytetarët e tjerë europian. Dhe ne besoj duhet ta ndryshojmë këtë mendësim që Shqipëria zbëhet, apo Shqipëria nuk mund të ndryshojë. Patjetër që ne mundemi ta ndryshojmë Shqipërinë, patjetër që Shqipëria mund të bëhet një vend si Bashkimi Evropian, por duhet të fillojmë të kërkojmë. Edhe në vendet ku ne jemi, në Gjermani, Zvicër, por nuk u qave dhe nuk kërkove, nuk të sjell diçka më shumë. Është si punë e punës, për të rritur në hierarkinë e punës, duhet punosh më shumë, duhet kërkosh atë pozicion që ti do ti trokasësh, duhet të arrish disa gjëra dhe një gjë tillë duhet funksionojë edhe në vendin tonë.
Do të thënë deri pas dere, do të thënë të respektojmë hierarkinë. Se ne jemi mësuar, unë e di se funksionon, të kërkojmë shtetit. Shteti e ka fal. Edi Rama, ti bëj Edi Rama, të gjitha këto. Po sepse ne kemi kultin e individit dhe ky është problemi jonë. Nuk ka shoqëri të shëndetshme kur kemi kultin e individit, si thua, fenomeni që drejton shoqërinë shqiptare. Ne të njëjtën gjë kemi pasur me Nderin, kemi pasur me Fatosnjanon, kemi pasur me Sali Berishën, vazhdojmë ta kemi me Edi Ramën, dhe ende ne si shoqëri presim që të kemi një heroj që të na shpëtojë nga këto mëkate, se në mungesë të këtij heroji ne nuk bëjmë ndonjë gjë. Dhe kështu na erdhën të gjitha personat që kanë krijuar kultin e individit. Pra vetëm unë mund ta ndryshoj Shqipërinë, kur në fakt është sistemi që rregullon një vend. Çdo person po t'i japësh pushtet të pafund, më beso, sado i drejtë jetë, do e shfrytëzoj sistemin. Sikur se thash, këtu në Shqipëri vjedhin, kur vjedhin në sistemin që ka rregulla dhe kontrolle, nuk vjedhin dot. Dhe patjetër, po edhe si thua të lirë sistemin, çdo njeri sikur se thotë edhe vetë kryeministri jon, që ja që në Shqipëri edhe ata që vinë nga jashtë korruptohen. Pse? Se është sistemi i tillë. Dhe duhet fillojmë të ndërtojmë sistemin. Unë e shoh shumë edhe me një aplikim që kanë bërë në Shqipëri. Kisha dëgjuar për shembull që ka probleme me njëjën e diplomave dhe titujve akademik në Shqipëri kur ti ke studiuar jashtë. Dhe thash, të dëgjuarit nga realiteti janë dy gjëra ndryshme, po e fus dhe unë, dhe nuk e kisha fare probleme dhe të mos më njihnin diplomat. Dhe është tmerr, do ne si Shqipëri kemi, si thua si vend, kemi firmosur konventën që i njeh diplomat e Bashkimit Evropian apo të vendeve të OECD-s, dhe ti dorëzon një diplomë që vjen nga, le të themi, Oxford, Cambridge, Stanford, Harvard, Berlin etj. Dhe këta të ministrisë tonë, jo, ne do kërkojmë një email verifikimi që të na i verifikojë që kjo diploma, pavarësisht se ke marrë vull apostile, është reale. Më kupton se ku ne shkojmë dhe është aq absurd situata ku ata nuk kuptojnë ose e bëjnë me vetdije që askush nuk t'i jep informacion në rast se personi nuk e kërkon sepse janë drejta personale. Dhe gjithmonë këtë administrisë tonë nuk po e njeh diplomën se s'na ka kthyer përgjigje ministria, ndërkohë që ata e bëjnë vetë një gjë të tillë. Pra, në qoftë se do kishte protokolle kjo ministri, që nuk e linte atë personin që punonte në ministri të abuzonte me fuqinë që i ka dhënë shteti, atëherë ne do kishim një rrugë shumë të drejtë brenda 45 ditëve, 30 ditëve që jep ligji do e njëjte, sikurse unë dhe ty ku kemi shkuar jashtë shtetit, nuk e ka vënë në diskutim institucioni atë dokument që na ka dhënë shteti shqiptar. Do të zgjidhemi më shumë te kjo pjesa apo para të bëjmë një rikthim të vogël, domethënë se un kam një audiencë që është edhe normalisht pak më e vogël në moshë sa unë, edhe me gjithë respektin pavarësisht se sidomos në periudhën e fundit ke qenë shumë aktiv domethënë në shumë emisione, jo të gjithë, ne sidomos prezi me i ndjekim ekranet domethënë edhe me shumë të drejtë dikush të thotë vëlla, kush është ky më flet? Ka erdhi kë, pse doli, pse flet kaq bukur, pse flet kaq pastër, pse ka këtë shqipen kaq standarde, pse nuk ka disa fjalë kështu le të themi teatrale si lideri suprem, domethënë që bën atë pseudo-karizmatikun, domethënë. Pse ky njeri flet në mënyrë kaq neutrale dhe fikse ti keton probleme. Kush është Taulant Muka? Unë të falenderoj në radhë parë, unë jam një studiues, një person që kam mbaruar mjekësinë në Shqipëri, më pas kam zgjedhur kërkimin shkencor, kam bërë doktoraturë, postdoktoraturë në Holland, në Universitetin Erasmus, kam pasur eksperjenca kërkimore në Cambridge, Harvard, Stanford, kam pasur grupin kërkimor dhe kam qenë profesor i asociuar në Universitetin e Bernës për 5 vite. Dhe gjithë puna ime kërkimore ka qenë në fushën e epidemiologjisë, në fushën e diabetit, shëndetit gruas. Dhe kam qenë një person aktiv në shoqërinë shqiptare, kryesisht ndaj plagjaturave, ndaj diplomave falso, ndaj të veçuarve profesor por që nuk kanë një kontribut shkencor, etj. Me qëllim që të ndërtojnë përgjigjen shqiptare që ne jetojmë në një errësirë për sa i përket zhvillimit intelektual. Por duke folur për karrierën time, po është një karrierë që lidhet fort me shkencën, dhe për shkak sepse sot e di shumë mirë se çfarë do të thotë shkencë, e ngre zërin në diskursin publik me qëllim që
atë që unë kam mësuar ta ndaj. Ne si shoqëri nuk kemi mësuar edhe që e mësojmë me ndaj. Ne mbajmë kështu të izoluar që ta kemi për veten tonë dhe mundësisht e japim vetëm djalit, vajzës, xhaxhait, don ta mbajmë si pushtetin tonë. Ndërkohë që fuqia e dijes është tandash, domthonë nëse unë si taulant nesër pas nesër kur dal në pension do krijoj ose do investoj te disa të rinj që do jenë më të mirë se unë, ajo është gëzimi më i madh. Se ky do të quhet zhvillim. Në rast se edhe unë nëse doja të isha, si thua, i pushtetshëm nga ana ekonomike, nuk kisha pse ngrija zërin. Me këto arritje që unë kam, mund bëja një pakt siç ai pozicioni që mora në zëvendës ministri, bëhesh ai pasur, po kjo nuk është pasuri për shoqërinë, kjo është pasuri individuale dhe fatkeqësisht shumë veta kanë zgjedhur rrugën e qetëson. Ajo historisë u bën disa vite nga ajo pjesa e ministrisë. U bën gati 4-5 vite, se 5 kaluar shpejt. Shumë shumë shpejt, duket kur shikoj dhe veten videot kuptoj dhe se sa energji ndryshe kisha, se isha në një moshë më të re. Ndoshta edhe më çapkën kontekstin e guximit apo artikulimit që merja, por që kanë ikën koha shpejt. Je në liri të flasësh pak, domethënë që çfarë pse qysh tek? Patjetër, unë s'kam doreza. Unë jam person që nuk flas, nuk kam frikë ndaj pyetjeve që më bëhen dhe ç'o ndodhi nëse thjesht do të dim një njeri normal, domethënë që mund të ketë parë, mund ta ketë ndjekur në atë moment, thjesht do të di, ore, çfarë ndodhi vërtet, çfarë është e vërteta. Se ke parasysh atëherë jo vetëm që dolën figura nga politika që thanë gjëra, po kishte edhe gazetarë edhe televizioni që kishin me tyre, domethënë. Ishte unë qëndrova 10 ditë si zëvendës ministër, dhe 10 ditë më mjaftuan të kuptoj që aty ishte lajmëri, domethënë ishin 100 vite mbrapa në ndërtimin e shtetit. Një shtet që nuk ka protokolle, pra bën takime dhe nuk dokumentohet. Një shtet që komunikon me WhatsApp-e. Pra që të vjet takim me si thua pjesëtarët e ministrisë, duhet të flisë me WhatsApp dhe çdo vendim që merrej nuk e gjurmoje çfarë kishte ndodhur si proces, që të mos kishte përgjegjësi. Dhe ishte, si thua, dhe ki parasysh që zëvendës ministri ishte dhe është një pozicion që nuk ka as të drejtën e firmës, pra është një person politik që ka vetëm fjalën, por që më shumë është një person që shërben si sekser. Me aq sa unë arrita të kuptoj, dhe sigurisht që unë nuk kisha nevojë të bëja sekserin, dhe për sa kohë nuk më dha mundësia për të bërë atë që doja, që të bëja, si thua, vettingun akademik, me qëllim që Universiteti i Tiranës ketë ikona në shkencë, që kur vete një student për nata auditor të frymëzohet sikur se frymëzohemi ne kur vemi në Berlin, kur vemi në Zvicër, kur vemi në Hollandë etj, sepse ka shumë shqiptarë dhe ne shqiptarët mund të bëhemi njësoj si ata në arritjet akademike. Dhe që të them ditën e fundit që ka qenë një nga ditët që shumë intense, që ndodhen shumë gjëra dhe aty vendosa dhe të jap dorëheqjen, ka qenë ceremonia e diplomimit tek histori filologjiku. Më kishin ftuar si zëvendës ministër që të merrja pjesë në ceremoni, zhvillohej te amfiteatri i liçenit dhe jepeshin diplomat e masterit, pra ishte ceremonia e diplomimit të masterit. Don ka qenë të mërshme sepse fillonte me ajo ceremoni, pra niveli master, fillonte me recitime, me vjersha për Skënderbeu, me vjersha sikur ishte në 8 vjeçare. Më pas, nga që ishin 7-8 profesor, në ceremonitë e diplomimit ndërkombëtar zakonisht vetëm njëri flet dhe ftohen, zakonisht është i ftuar, pra i huaj që ka arritur diçka në fushën përkatëse, po ki parasysh në Shqipëri janë gjithë të rëndësishëm dhe të gjithë duhet flasin në atë ceremoni. Dhe por domthon kjo nuk mjaftonte, po më thanë që meqense e zëvendës ministër, të lutem tha, a shpërndan tha diplomat e ekselente, sepse do i pëlqente që të vinte nga zëvendës ministri. Po patjetër është kënaqësi. Dhe çditja më e madhe ishte që nga 100-120 studentë që diplomoheshin, ishin 50 apo 60 diploma ekselente. Pra ne prodhojmë aq shumë ekselent. Shqiptar, po pellaz kaq i ditur. Prodhojmë aq shumë ekselent sa don nuk kemi gjithë janë ekselent, por ku di çfarë vjeta ekselent. Pikërisht. Dhe unë kur isha mbaj mend që nga e ceremoni isha aq si thua i tromaksur, saqë i thash pasi dash diplomën e dytë, tash lutem unë do vazhdoj tash sepse kam angazhime të tjera, se s'mund të dorëzoja qeshit me diploma ekselentësh.
Dhe Ultramax ai shumë sa harrova dhe çantën edhe gjithë pjesën tjetër u ktheva mbrapsht Timeria. Kur na duhet honorar zotëri thosh lodhje fizike se një 30-15 hajde te, po 60 tani bie kesh me orë të tëra atje. Është një hipokrizi totale, gjithë situash vlera institucionale apo intelektuale që ne kemi si shoqëri. Pra për ne më shumë ka rëndësi që të thritem jurist pavarësisht se sa vlej unë si jurist. Për ne ka më shumë rëndësi të kemi atë titullin doktor pavarësisht se i shërbej apo jo pacientit dhe shoqërisë. Dhe kjo më pas ka hequr gjithë sistemin e vlerave, sepse të gjithë luftojnë që të marrin atë titullin doktor, profesor etj. Dhe ta shfrytëzojnë atë titull për të qenë një sistem validimi, vetbesimi në shoqërinë ku ne jetojmë, dhe më pas duke sjellë edhe ato fenomenet e shëmtuara të korrupsionit etj. Që tashmë që ti. Jo. Që ne jemi ku thret Xhameti, unë e di, kupton, po shpeshherë kur gjon anekdota të tilla, domethënë si nga ty si nga personat e tjerë që mund të kenë pasur eksperiencë të ngjashme ose le të themi relativisht të ngjashme në fusha të tjera, domethënë është prapë argëtues. Po ma argëto pak të mendimin. Ti shkollën e ke bërë vetë. Kërkimin e ke bërë. Doktoratur, studime etj. Ç'pun ke di me ta? Çfarë punë të prishin ty këta? Po është unë jam i atij mendimi që çdo person që ka investuar te vetja e shqetëson shumë ajo që e rrethon dhe për më tepër familja ku është lindur. Për mua të mos kujdesemi për Shqipërinë është si të mos e vrasim mendjen për familjen, mamin dhe babin, motrën dhe vllajën. Se fundi e fundit Shqipëria është vendi ku kemi lindur, ku kemi rritur, ku jemi ngjisur në formimin ton kulturor etj. Dhe rrjedhimisht duhet mbajtur fort, për më tepër kur flitet për një vend që t'i ofron të gjitha, nga aspekti i natyrës edhe i burimeve dhe i mundësive nëse ne do investonim si shoqëri. Dhe është ajo që unë thash që në momentin që ti je një person që ke investuar te vetja do ta ndash të, sepse unë nuk kam frikë nga konkurenca. Unë gëzohem nga konkurenca. Do nëse një nga problemet që kam unë në Shqipëri është që nuk gjej të ngjashëm apo më të mirë se vetja për diskutuar, debatuar në mënyrë konstruktive të ndërtojmë gjëra në lidhje me shkencën, pra në profesionin tim. Por unë sa herë që veten në qarqet akademike, dëgjoj rektorë dhe kanë sikur janë në kafene, që flasin për partitë, që flasin për votën, që flasin si ma hodhi ky, si ma... Ti nuk flet as pak në... Po ti pse flet për votën? Po ti pse nuk flet ti me atë për votën? Po nuk kam nevojë, sepse nuk është vota që e bën shtetin. Po si do gjesh Universitetin. Të gjithë janë të... Kjo është problemi që ne jemi dhe shteti që flasim për shumë... Unë se kuptoj si ke qarë në jetë pa folur për partinë. Bravo të qoftë. Po jashtë zotë që më është dash të eci dhe jashtë dhe tjeti veta aty që shumë pak veta flasin për partinë. Ne jemi shteti që... është shumë qesharake, do me thënë, është shumë e trishtë. Unë mundojmë gjithmonë që të me zorë të ngjesh pak shaka dhe të tepruar ndonjëherë, po kemi arritur në një farë lloj pike, domethënë që sidomos edhe me këtë gjën që po ndodh tash me këtë debatin rreth gjuhës, domethënë dhe atë listë shumë bukur që ti kishe nxjerrë dhe komplimente për atë. Unë fatkeqësisht në atë listë ishin një ose dy persona që unë i kam shumë për zemër, edhe i pëlqej edhe kam lexuar punët e tyre dhe jo domosdoshmërisht, të paktën në sytë mi në anën subjektive, se unë nuk jam le të themi kritik, po më kam pëlqyer dhe më jam dukur deri diku shkencore. Mua më pëlqejnë këto gjëra, si inxhinier më pëlqejnë gjëra që janë kështu, që ke një source, ke një burim, domethënë edhe janë të shkurtra. Por për ta lidhur të gjithë gjën bashkë me pleqaturat lashme, profesorët që nuk bëjnë asnjë gjë. Edhe kupa e mbushur për mua ishte tek një shtres, le të themi, që ne shikojmë sipër. Ne, të paktën unë, i mbaj si personazhe që kanë dy lek në kokë më shumë se sa unë, që kanë një farë eksperiencë më të gjatë se sa unë, që kanë bërë diçka më të madhe se sa unë që kanë bërë unë deri tani të paktën, edhe që minimalja, që kanë diskutuar dhe një episod, apo dy episode më përpara, minimalja
unë pres që këta individ të jenë njerëz të hapur në mendje për mendime të ndryshme. Edhe në qoftë se vjen një Blon Hasani nga Berati apo një Agron Dalipaj që nuk e di nga është, me gjithë respektin për Dalipaj, edhe gjën më idiote të thonë, unë nuk e kuptoj si një akademik, post akademik, profesor apo njëri i shkencës apo vërja emri si të duash, një njeri që ka bërë një shkollë dhe është dikush, që ka një status, ka një emër, të bëj peticion për të mbyllur gojën, sikur ne jemi në Korenë e Veriut. Të lutem, kjo është, me thënë, trishtimi më i madh që ka ndodhur për mua në botën jo politike shqiptare, domethënë. Në këta që duhet të ishin zakonisht elita dhe shpresa jonë, ja, kush janë ata? Po, Blon, ajo është shfaqje e gjithë strukturës universitare dhe akademike. Ti ke bërë shkollën në Shqipëri? Në Shqipëri gjithmonë të mbyllin gojën profesorët, në sensin që vinë me duar në xhep, një pjesë nuk vinë mësim, të bëjnë presion përmes notës, ta shesin. Pra është, gjithmonë, si thua, gjë së re, gjë që kërkon të punoj të krijojë, gjithmonë i kanë vënë, si thua, frenat, sepse ashtu tregojnë fuqinë e tyre se nuk kanë fuqi tjetër. Duhet kuptuar Blon që unë te kalo emra nuk kisha problem nëse njëri është shkrimtar i madh. Në qoftë se dikush flet bukur dhe është orator shumë i mirë. Por shkenca ka parametra. Shkenca ka strukturën e vet vlerësuese. Dhe këtë unë dua të ndaj në shoqërinë shqiptare. Ti je shkencëtar, do thotë kesh publikime në revistat prestigjioze, pra që indeksohen, kesh le të themi prezantime në konferenca, të kesh grante kërkimore që ke marrë, pra të kesh bërë punë kërkimore. Po çfarë ndodh në Shqipëri? Të gjitha institucionet që ne kemi, duke filluar nga Akademia e Shkencave, nga Universiteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës, universitetet private, botojnë revistën e tyre shkencore. Vetë shkruajnë, vetë vlerësojnë veten, vetë quhen shkencëtar. Zotri burr. Ku ka më mirë? Domthon, imagjinoj veten tënde, të kishe shtëpinë tënde botuese, të shkruaje vetë, të vlerësoje veten vetë, dhe ti thoshe njerëzve unë jam më i mirë dhe më mirë se unë s'ka, se e kam vlerësuar, domthon unë jam parametri vlerësues. Çfarë perversiteti, më në çfarë ekstaze kalon ai tipin atë eko chamberin e vet që vetë ka thënë fjalën, vetë korrigjon dhe vetë ndihet mirë asaj mirë. Pikërisht, dhe unë këtë ngriha si shqetësim, për shembull, ndër ata figura kisha edhe disa gjuhëtar, pra persona që studiojnë gjuhën shqipe. Dhe ata persona kanë mbaruar gjuhëletërsi. Njësoj si zoti Dalipaj që akuzon. Pra, si zoti Dalipaj kanë mbaruar gjuhëletërsi dhe ata tjerët kanë mbaruar gjuhëletërsi. Nuk kanë publikime, kanë të dyja palët kanë libra që kanë shkruar nga shtëpitë botuese shqiptare. Dhe njëri i thot, ti nuk je shkencëtar, po e mbyll gojën, ndërkohë që ti ke probleme me veten tënde. Madje zoti Dalipaj nuk ka as titull akademik, nuk është as antar i akademisë, kurse ti ke këto dhe je njësoj si zoti Dalipaj. Unë nuk jam këtu të vlerësoj, në radhë të parë duhet të qartësojmë diçka, unë nuk jam këtu të vlerësoj historinë e gjuhës shqipe se nuk e kam atë ekspertizë. Këtu nuk hy dot, po unë hy të them, më tregoni parametrat shkencore tuaj që të ne si shoqëri të kuptojmë. Ai të duket, nga ana e këtyre, domethënë, para se ti bijem gozhdës që duhet. Për sa i përket Dalipaj dhe gjithë këtyre, le të themi, si ti quajmë të në një mënyrë që mos t'i fendojmë. Pseudo gjërave apo ku dëgjoj unë, le të themi teorive. Le ta quajmë teori. As unë nuk jam i fushës, nuk kam lidhje fare me atë gjë, po që se di mua më duken shumë të vakta, domethënë duken kështu si wishful thinking. Domethënë si të duken ty? Unë të them drejtën nuk hy fare në debat, mund të lexoj sa gjëra për kënaqësinë time, madje kam fatikisht një person që u njoh, që ka dhe background matematike, pasionant e gjuhës shqipe, më ka çuar një material, ka përgatitur vetë gati 260 faqe ku e zbërthen gjuhën shqipe në mënyrë matematikore dhe përpiqet të shpjegojë për shembull Biblën përmes gjuhës shqipe. Unë e lexoj si një qytetar, lexoj si thua si dashamirës i leximit e tjerë, por nuk jam në gjendje të vlerësoj dhe gjykoj në rast se ajo qëndron nga ana shkencore. Këtë duhet ta afuzësh në kanale dhe në kritikën shkencore, pra kolegët në atë fushë ta vlerësojnë. Pra, po kjo nuk na bën nuk ka shoqëri demokratike që ndalon njerëzit të krijojnë. Çdo njeri është i lirë të krijojë, pastaj e tregojnë si thua shkolla dhe vlerësimi standard në rast se këto teori qëndrojnë apo jo.
Pra, nëse zoti Dalipa apo X apo Y kanë mendimet e tyre, le t'i zhvillojnë, është ajo gjuha e komunikimit që përdorin të rinj, thuç, MCQ, ku di unë se më mirë mbrëma etj. Nëse zoti Dalipa I krijon këtë gjuhë për Shqipërinë, bravo I qoftë, s'ka arritur fenomene të jashtëzakonshme, por kjo nuk është shkencë, kjo që domethënë duhet kaloj në filtrat e shkencës për të thënë nëse është teori që qëndron apo jo. Ne është shqetësuese që elita shqiptare ngrihet për të, le të themi, bllokuar një zë që nuk zë asnjë pozicion institucional në momentin që ne flasim, ndërkohë që politikanët tanë thonë gënjeshtra 24 orë në 24 dhe nuk shqetësohen në asnjë moment. Korrupsioni galopant, universitetet janë shkretë të tirë, I ke dëgjuar në një këta intelektual kërkojnë fonde për kërkim shkencor. Ai ke dëgjuar një të kërkojnë standarde që të kemi universitete cilësore. Më minimale të kërkojnë godina. Shumica e këtyre universiteteve s'kan godina, janë si kioska apo hotele. Dhe kjo të fillojnë, se fundit në si thua degradimi I medias është I lidhur me nivelin arsimor të shoqërisë shqiptare. Atë nivel arsimor kulturor kemi së shoqëri dhe prandaj ecim, le themi, marrin klikime, marrin pëlqime. Bëj këto lajme në Zvicër apo Gjermani për shkak se ka një nivel më të zhvilluar, nuk I shikon, nuk I lexon apo I dëgjon ose shumë Tallin, në të përmendësh diçka të tillë, për shembull të Tallin, edhe herën e parë, herën e dytë të vjen turp, domethënë të përmendësh gjëra të tilla. Unë e përmend për vetëm faktin kupton se shiko këto gjëra që dalin këtu, këto teori edhe të tjera domethënë. Duke me qenë se shkollat fillore në Shqipëri janë deri në orën 11 apo 12 për janë Tiranë tash që nuk bëhet as mësimi plot, duke qenë që ai sistemi I shkollave I nëntëvjeçares edhe gjimnazit është ashtu si është, për mos të hyrë fare pastaj në fakultetet e tjera, ne arrim në një pikë, e ke parasysh ku është një djalë që paradite edhe pasdite prashit barin, edhe në darkë bën poste në TikTok që nga shqiptarët kanë dalë çdo lloj populli I mundshëm që edhe në Mars, që kemi shkuar edhe në Mars, që se ti nuk e di ne kemi shkuar në Mars dhe jemi thyer prap. Edhe unë e konsideroj veten patriot, ndoshta për mirë apo për keq, edhe pak më shumë se sa patriot. Edhe kjo është jashtëzakonisht shumë e dëmshme, se në një situatë të tillë, edhe në gjeopolitikë edhe kudo që është Shqipëria, domethënë të dalësh me teori të pavlerësuara idiote, për shembull, një që të do të keqen, X nuk po e definojnë fare. Domethënë të kaput. Ai të mbyll, ta dje karrierën, që I thonë kosovarët, domethënë. Aty mbaron punën me atë. Edhe kjo është jashtëzakonisht shumë e dëmshme. Shumë dakord. Vlon, ti je patriot, nuk do thotë krijosh teorira që rrisin, që shkojnë ekstreme. Ti je patriot do thotë të ndërtosh shtet. Nëse unë si Taulan, ti si Bleon, rrimë dhe punoj ndërtojmë shtet, ky është patriotizëm. Se të gjitha shtetet fundit janë rritur mbi nacionalizmin, por kanë nacionalizëm të shëndetshëm. Domthonë, po shikosh Zeçeriani e vlerëson produktin e vet, produkt më të mirë se Juni nuk ka, por punojnë për ta bërë një gjë të tillë. Kurse ne punojmë për të mbushur mendjen e shqiptarëve që një gjë funksionon, kur fundit arritja e një shteti është të shkojë përtej kufive të vet, për hapi kulturën e vet në kufit e tjerëve. Ajo që ndodh me shoqërinë shqiptare që ne jemi pushtuar nga kultura italiane, jemi pushtuar nga kultura greke në disa rajone, nga kultura turke, dhe këto kultura po mbysin çdo gjë që ne kemi si traditë dhe kulturë tonë individuale. Ne flasim dhe gëzohemi që kemi gatimet më të mira dhe turistët janë kënaqur me gatimet tona, ndërkohë që gatimi shqiptar nuk korrenditet në asnjë prej listave botërore të rankimit të ushqimeve. Se kjo ka vetë pizza e pasta e para fare. Pa vajtur tek rankimi, e ke parasysh? Po e kanë fjalën, kjo do të thotë të jesh patriotizëm, të ndërtosh shtet që t'i lësh t'i japësh shoqërisë vlera dhe identitet. Në rast se një shoqëri nuk ka vlera që identifikojnë, atëherë bëhet shumë e vështirë dhe ky është problemi jon. Kundja fundit shteti është si një kompani, nëse ti nuk beson te kompania, sikurse nuk besojnë ne te shoqëria, tek demokracia shqiptare, te shteti shqiptar sot, atëherë largohesh nga kompania. Një kompani e bën fuqishëm vlerat që tek e cila njerëzit bashkohen. Dhe neve na mungon ky identitet për shkak sepse politika shqiptare ka shkatruar dhe rënuar në mënyrë të vazhdueshme dhe një nga si thua formimet e këtij identiteti ndodh pikërisht në shkolla. Prandaj gjitha shtetet investojnë në arsim.
sepse aty formon të gjithë si thua profesionet apo edhe mendësinë që ti do të ndërtosh tek brezat e rinj. Qoftë për mirë, qoftë për keq. Disa shtete shfrytëzojnë për keq, siç është Shqipëria apo Korea e Veriut, disa shtete siç është janë pjesë e Bashkimit Evropian shfrytëzojnë për të ndërtuar shtetin e tyre. Për rikthyr asaj le të themi kuriozatës tënde. Në kuptimin e mirë, se ka disa njerëz që e kuptojnë si gjë të keqe kuriozatën, është neutral. Për një njeri që nuk i përket botës akademike, për një njeri që nuk ka shkruar ndonjëherë punë, nuk ka bërë asnjë diplomë bachelori, as master, asnjë gjë. Ti je një njeri po që po dëgjon mua. Por siç janë kaq shumë problem, domethënë mos pasja e kërkimeve shkencore nga këta profesorët edhe pseudoprofesorët, mos publikimi në revista dhe kryesisht domethënë plagjatura. Çfarë problemi ka? Ku qëndron, domethënë çfarë shkakton kjo gjë? Unë po jap një shembull të thjeshtë, më thon. Nga ndryshon një mësues matematike nga një pedagog i matematikës. Sot në Shqipëri, të marrësh një mësues matematikës është i njëjtë me pedagogun apo profesorin e matematikës në shkencat e natyrës. Pse njërin e quajnë profesor, tjetrin e quajnë mësues. Unë këtë dua diferencoj në shoqërinë shqiptare. Ky profesor i matematikës duhet kishte formuar, duhet kishte bërë punime shkencore, kishte ndërtuar teorira të reja, të kuptonte se si ishin zhvilluar ato dijet e matematikës, se po nuk i dinte si janë zhvilluar, nuk edhe i ndan dot me shoqërinë apo me nxënësin. Pra, duhet kuptuar që mësuesi mëson disa koncepte dhe i përsërit ato koncepte dhe nuk është i detyruar dhe nuk merret me krijimin e njohurive të reja. Kurse ai profesori i matematikës ka ndërtuar koncepte të reja dhe krijon, si thua, vazhdon krijon dhe mësuesit në mënyrë të vazhdueshme përditësohen që t'i marrin ato njohuri të krijuara nga ky profesor dhe nga profesorët e tjerë. Dhe në këtë mënyrë jep fuqi zhvillimi që dia të mos ngelet në vitin 1990 zhvillimi, por të vazhdojë çdo vit me njohuri të tjera. Është puna e shkencës. Domthonë ne pa me Covidin, dile një studim, ja përdorim këtë testin. Vinte një studim tjetër që tregonte një test më të mirë. E heqim këtë testin për përdorim këtë testin tjetër. Vinte një studim që thoshte kjo barna nuk funksionon, e hiqnim nga protokollet. Kjo është të merresh me shkencë dhe kjo neve na mungon si shoqëri. Si shtet që glidet me çdo gjë që ne funksionon. Ky kompjuteri, laptopi, ky programi që ne përdorim sot, të gjitha janë bazuar në investime shkencore, pra në metodologjinë shkencore janë zhvilluar, pra ka pas shkencëtarë që kanë zhvilluar këto koncepte me të cilat ne punojmë dhe jetojmë sot. Dhe bëjnë edhe për vogël me që më përmendë kompjuterin dhe këtë gjë që po përdorin sot, duhet të falenderoj gjithë mbështetësit në Patreon, sepse më në fund arritëm të bënim me lekët që janë mbledhur nga donacione. Sa gjë e bukur është kur krijon diçka nga zeroja që s'ja ke ide fare. Unë kam qenë edhe rënd në fillim me flisja, edhe me kalimin e kohës fillon njeriu mëson, korrigjon veten, bën kritika etj. Edhe me mbështetjen e personave, domethënë në Patreon arritëm të bëjmë një abonim në Riverside që në mënyrë që gjitha regjistrimet janë më të pastra dhe më kështu që shumë faleminderit pa juve kjo nuk do ishte e mundur, po mirë thash. Edhe shiko, mos është mbase edhe lidhur me faktin ta ulan që ne në Shqipëri jemi mësuar që për një punë që bëjmë, duke filluar nga fastoneri, nga kamarier, nga banakier, nga bujk etj, jemi mësuar që do bësh këtë punë, edhe kaq, do ta haj dikush, domethënë. Këtë pjesën dikush do përfitojë në kurrizin tënd, edhe ne kemi të mirë qenë. Dhe kësaj ne nuk e kuptojmë që të marrësh një titull doktorature, masteri, me punën e një afrikani apo një indiani që ka bërë diku tjetër, neve kjo na duket teje normale, kupton, sepse ne kemi në përditshmëri këtë. Po përfiton në kurrizin e një tjetër. Po mirë, s'ka gjë se ja do marri diku do ta marri, ja çik nga ky, çik nga ai, s'ka. Kështu bëhet. Është mentaliteti, ju sa e keq është si gjë. Për shembull, unë e them në këtë lloj mënyre brutale se kështu është vërtetë, kështu e shikon njeriu normal, edhe është për të ardhur keq. Është shumë e vërtetë, edhe unë madje edhe me disa miq që po bisedoj apo e thosha se më thon për shembull që ta ulande përsërit shumë herë këtë plagjaturën. Për një person që e kupton vlerën e shkencës, nëse dikush ka bërë plagjaturë, tregon gjithçka për atë person, nuk kam nevojë fare të di për atë person më shumë, se do të thotë që gjithçka në jetë bën në të njëjtën formë.
nëse ti ke mashtruar në sensin me dijen, pra e quan ose përvetëson diçka që e ka bërë tjetri, do thotë që ti gjithçka në jetë mund ta bësh në mënyrë të ngjashme. Duke filluar që nga puna që ti bën etj. Sepse duke u vendosur në një pozicion ku ti nuk i ke aftësitë, atëherë do shfrytëzosh të marrësh dhe të vazhdosh të përvetësosh, duke shkatruar në radhë parë veten tënde dhe në radhë dytë funksionin që ti po bën. Dhe këtu është gjithë problemi, se ne kemi shumë ministra të cilët kanë kopjuar dhe t'japin mend që ti je origjinal. Ne kemi dhe drejtues programesh që si thua motivojnë njerëzit si të jenë të drejtë etj. Ndërkohë kanë mashtruar me edukimin e tyre dhe duke treguar që kanë mbaruar ande kënde, ndërkohë që kanë bërë punë tjera dhe nuk janë marrë me edukim ande nga ka shkuar. Kjo ka arritur në një fazë aq të lartë sa kur ti shikon realitetin e sotëm të ngjan njësoj si vargjet që bënte Gjergj Fishta apo edhe Migjeni. Pra është si thua një realitet kur lexon vargjet e tyre ti thua prit, është viti ku ne jemi sot apo është disa dekada më parë. Dhe kjo është problemi i madh, sepse neve faktikisht blom po na largohet potenciali më i madh që ka shoqëria shqiptare, që janë të rinj. Nëse një shtet i largohet ky potencial, atëherë në mungesat e të reformave që do nxisnin këtë potencial të mbaj, atëherë është i destinuar të shkojë drejt rënimit. Sot numri i pensionistave po rritet më shumë krahasuar me numrin e lindjeve apo me numrin e personave që do bëhen krah punëtore nesër. Dhe rrjedhimisht do e vështirësoj dhe më shumë gjendjen në rast se ne nuk fillojmë të veprojmë si shtet. Edhe mban mend duke si dje ajo koha ku thoshte Shqipëria vendi më i ri i Europës, që kanë më të rinj, më të ardhmë, më të bardhë. Ne kemi pllakjen më të shpejtë të Europës për momentin që ne flasim. Kjo për shkak sepse gati çdo vit nga Shqipëria largohen rreth 40-50.000 veta, ki parasysh me dokumenta, sa ata pa dokumenta nuk kapen sistem, dhe pjesa më e madhe e këtyre 40-50.000 janë moshë re, dhe për më tepër janë dhe moshë kualifikuar. Dhe ki parasysh se çfarë dëmi i madh është kjo për shoqërinë. Pra ti ke investuar para për ta ndërtuar të kapital, pavarësisht se sa të zhvilluar e ke, dhe ja jep një shteti tjetër dhe i thuaj urdhëro merre, ke dhe potencial të rritet kualifikuar dhe nuk e shpenzuar asgjë. Ndërkohë që shteti shqiptar me të gjithë pjesën e diasporës që vjen e marrin kualifikime, në vend që të bëj reforma stimuluese që t'i kthej, i vë pengesë, ku edhe diplomën e Gjermanisë thotë unë nuk ta njoh se jam më i mirë vetë, jam shtet më i fuqishëm që është Gjermania. Gjermania e kupton? Gjermania kontrollojnë të tjerët ato. Një pyetje nga fundi i sallës, domethënë, no pressure, nothing. Po si bëhet halli më? Çfarë do bëjmë? Ku do vemi? Ku do mbytemi? Unë shpresën për momentin Shqipëria ka një shpresë që është sistemi i drejtësisë. Sigurisht që unë jam ndër ata që besoj që një sistem do pastroj 100% situatën, se kjo situatë që ne jemi ka shekuj. Do ne kemi shekuj që investojnë në këtë errësirë që ne kemi dhe do duan vite që të distancohemi nga kjo errësirë. Nëse sistemi i drejtësisë funksionon dhe përpiqet të pastrojë një pjesë të politikës dhe mënyrës se si funksionon shteti, atëherë ne do fillojmë të kemi shtet. Njësoj sikur se ka ndodhur me Kroacinë, me Singapore. Singapore 40 vite më parë ishte një shtet që vuante më keq se Shqipëria, por në një periudhë shumë të shkurtër ndodhi që u futën shumë politikanë në burg dhe filluan të investonin në arsim. Dhe ne jemi në atë fazë ose me atë shpresë që më ndodh. Dhe unë uroj shumë të ndodh. Pastaj ka të bëjë edhe me ndërgjegjësimin të vetë ne shqiptarëve, që duhet kuptuar që shtëpia jon nuk rregullohet nga komshia. Unë nuk di që të ketë qytetar në Shqipëri që thojë që shtëpinë do ma rregulloj komshia. Shqipërinë e rregullon vetë ai që e ka shtëpinë, pra që janë zot. Nëse ne nuk fillojmë të kuptojmë fuqinë tonë që ne kemi në shtëpinë tonë për të marrë vendimet në shërbim të zhvillimit tonë, atëherë sigurisht që nuk kemi përcjell zhvillim, dhe unë besoj që kjo është vetdia për të vlerësuar atë që ne kemi dhe për të ndërtuar diçka më të mirë në shtëpinë tonë. Për shembull, po shikoj se unë gjithmonë i lidh gjërat me arsimin sepse është fusha që unë njoh më shumë dhe
nuk jam gjitholog që të flas për të gjitha fushat. Për shembull sot ti shikoje që u promovua me të madhe se do na vi një kolegj në Tiranë. Dhe si thua promovohet nga shteti jon si vlerësimi ndërkombëtarizimi si dhe një arritje e madhe për shoqërinë shqiptare. Dhe faktikisht ky është një koncept i gabuar sepse ti duhet të investosh në universitetet shqiptare në mënyrë që ato të bëjnë konkurrente të tërheqin ato të huaj që të vinë dhe studiojnë, njësoj sikurse vemi në Gjermani, në Zvicër, sepse kjo do të thonë ndërkombëtarizim për ty si shtet. Pra ti si shtet ke arritur të kalosh kufijtë e Shqipërisë dhe ndërkombëtarizuar sepse ai e vlerëson dijen apo profesionalizmin që ti ke. Ndërkohë që neve dhe ato lekë që kemi, në vend që ti hedhin të krijojmë si thua një shkollë të mirë të drejtave europiane në Universitetin e Tiranës, ja japim to lek një kolegji që është i huaj dhe që në rankimet universitare është më keq se le të themi Universiteti i Prishtinës. Por kemi këtë vlon që të vazhdoj edhe pak në këtë. Është problemi i inferioritetit që ne kemi. Ne vlerësojmë çdo gjë tuaj. Ne vlerësojmë çdo gjë tuaj. Mjafton të jetë italiane, mjafton të jetë gjermane, mjafton të jetë zviceriane, dhe çdo gjë jona është e keqe. Po shkojnë në Gjermani, mjafton të jetë italiane. Po shkojnë në Gjermani, është ky fenomen? Jo. Shko në Zvicër, është ky fenomen? Jo, është e kundërta. Dhe kjo duhet të fillojë të ndryshojë. Unë nuk them që të krijojmë si thua artifice dhe nacionalizma për gjëra që si kemi, po të fillojmë të vlerësojmë dhe të ndërtojmë mbi ato që kemi. Tavlan dielli duket që në mëngjes. Tani, në një shtet, se ne po flasim me të drejtën tënde, domethënë piketove problematika, domethënë që janë fikse precize, nuk ka nevojë për interpretim fare, janë ashtu siç janë, edhe kjo është pse është gabim. 100% sakt. Edhe thjesht e kuptuash. Por tani, si mundet që një nën 30, 50 vjeç, sa mund të jenë nënat që e kanë djalin për të shkuar në gjimnaz ose për të shkuar në shkollë të lartë, të mendojnë këtë lloj problematike kur në qoftë se kanë, domethënë rastin e tyre në jetë që kanë fëmijë më të vegjël, nuk kanë fëmijë fillore, për shembull, sistemi në një pjesë të mirë të shkollave të Tiranës, unë fëmijë nuk kam, po im vlla ka, edhe në debatet e tilla ose le të themi në bisedat e tilla i shkon mendja robit edhe projekton në të ardhmen. Po ta çosh një fëmijë të vogël në shkollë, në 11:30 mbaron. Ja atje se ama do të lej punën, do të bëj rrugën. Ta marrë fëmijën, do ta çojë në një institucion privat, sa mbajti sa mbaroj punën. Sa jesh avokat, është në biznes. Do të mund të lej të gjitha gjërat të bëjmë jetën stop në tash se do ham. Të ecim dita ditës. E tani, ky institucioni që do ta mbajë fëmijën derisa ta të mbarojnë punën, domethënë kushton minimalisht, ose le të themi pak më shumë, sepse në qoftë se do ta shkonin në shkollë private komplet. Në një shkollë private do ta mbante nga fillimi në fund. Tani, në qoftë se që në fillim jo domosdoshmërisht të rish më gjatë në shkollë të bën më të mençur. Kjo është unë jam shumë dakord. Unë jam shembull i gjallë i pikërisht gjës të kundër. Por sidomos në qytete si Tirana, edhe në qoftë se ne duam të ecim më përpara, do të ecim pak më shpejt, do të shpejtohet jeta edhe gjitha tjerat e tjera. Një grua, një nën, një femër, apo nuk e dim tash, unë nuk mbahem shumë për political correctness, po që një individ që ka një fëmijë, i duhet dhe lehtësia, por edhe duhet të jetë infrastruktura e tillë që e kupton tani ti sa mund shkencëtare mund të kemi humbur nëse s'kishte ku lë fëmijën ajo. Domethënë, është një gjë edhe fundi që duhet të them për to që të qëmtoj pak mendjen tënde është se ne kemi probleme shumë thella në sytë e mi të paktën që në gjenezë, e kupton, kur nuk funksionon mënyra që të jetë për një periudhë gjatë në shkollë. Kurrikula jonë është skandaloze, për shembull, unë ka qelluar rasti, isha herë në fundin në shtëpi pastrova librat, se i mbante mamaja, kush e di, kujt i do i duheshin. E kam këtu akoma. Që nga klasa e 4 e 5, ke parasysh. Edhe kam hapur gjëra, janë, domethënë, po zoti i madh, ku thret jamet, nuk dua të futem fare në detaje për ato. Po përveç kurrikulës, që unë nuk jap dot asnjë lloj mendimi, se nuk e kam kapacitetin akademik apo të kërkimit atë pjesë, po për pjesën e organizimit e kuptoj. Pjesën e infrastrukturës që do më prek edhe mua nesër pas nesër, po a bëri mbar zoti të kem familje, do më prek edhe mua direkt nëse do jem atje. Edhe këto gjëra i kupton gjithkush. Është tjetër gjë se çfarë do vendosësh brenda në libër, po
duhet të ketë një lloj standardi libri. Është tjetër gjë se sa çfarë do mëson ata, po do të ketë një farë lloje ndarje të mirë, do të ketë një farë lloj aktiviteti, do ta bëjmë çik më të bukur buri dhe ose shumica edhe këtej nuk e duan shkollën. Gjithë kemi qenë atë periudhë që na duke shkolla e shpifur, na duke kështu ashtu. Po e ke thirrur mendjet. Shqipëria është predominanca më e madhe. Po, Blon, kjo ka ardhur nga fakti që shteti ka hequr përgjegjësinë mbi si thua investimin tek fëmijët e familja. Sepse shteti duhet të lehtësonte, sikurse e shikojmë në shtetet europiane që shkolla mund zgjaset deri në orën 4, të qëndrojnë aty dhe më pas kur mbaron punën shkon edhe e merr. Dhe kjo më pas ka të bëjë me faktin që politikat që ndërton shteti na fatgjat. Ne si shoqëri mendojmë sot për nesër. Dhe politika mendon jo sot për nesër, por edhe sot për sot. Do të shon si për shkak 4 vite kur bëhet ajo zgjedhja e ardhshme sa shirita ka për të prerë, nuk shikon ndërtoi shtet dhe të situash tjetër i qëndrueshëm në kohë. Dhe dy pika të përmendja të arsimi për shembull, nuk e di, po në Tiranë për shembull, çdo familje ka apo s'ka fëmijë paguan një taks për arsimin. Dhe a di ti që ajo taksa për arsimin ka shkuar për incinerator. Dhe incinerator nuk kemi. Dhe nuk është ndërtuar asnjë shkollë. E re, dhe bëhet fjalë për miliona euro. Dhe e dyta, ti përmende kurrikulat. Pa e di ti që në 5 vite e fundit që ne kemi përkthyer, siç e përmend kryeministri, emrat e mëdhenj botëror të Oxfordit e tjerë. Për shembull, lëndët si matematika janë marrë për dhe themi studentëve të gjimnazit dhe të vjeçarës, është marrë matematika një personi që përgatitet për elektricist apo për hidraulik, pra që është matematikë shumë bazike sepse nuk i duhet. Ne kështu e ndërtojmë dhe gjimnazistin më të mirë. Pra, ka një degradim të përmbajtjes së arsimit që reflektohet në pas në rezultatin e PISA që ne e pam, ku fëmijët shqiptarë ishin në rënien më të madhe dhe më drastike në Europë. Dhe kjo ka të bëjë me keq investimin dhe unë nuk dua të hyj në ato teoritë konspirative, kam të drejtë të si thua ta aludoj që shteti jonë është keq dashës ndaj arsimit. Fakti që nuk është teori konspirative, fakti që arsimi ka degraduar më keq se në kohën e Enverit, do thotë që ka shkatruar arsimin. Se sot faktikisht arsimi është më i degraduar se në kohën e Enverit. Në kohën e Enverit, si thua, kishte rregulla për mënyrën si funksiononte arsimi. Sot s'ke është, domethënë ti shikon një fëmijë në TikTok që në orë të mësimit është perëndim i egër, është free for all. Pikërisht. Dhe këtu shteti është, si thua, i ka bërë një dëm shumë të madh shoqërisë shqiptare dhe që lidhet më pas me shikimin e arsimit si një hapësirë për militant. Pra, merr drejtora militant, mësues që i fut në fushat, që i sjellin vota, jep diploma pa fund, pavarësisht se s'kan asnjë vlerë, me qëllim që të stimulojë ata patronazhistët, persona që i mbledhin njerëz, dhe ka prishur gjithë sistemin e vlerave të një shoqërie. Po edhe unë kam fajm. Nuk dua të largoj vëmendjen nga shteti, po ideja është më janë bërë gur në veshka, ata nuk e kupton, janë aq fundërina, domethënë, është aq e qartë, sidomos për njerëzit që e vrasin pak mendjen, saqë kjo është fakti kryer edhe u mendohem që mos i përzihen shumë fakte kryer. Ajo që kam vënë unë është që po ne nuk e duam veten në Buridheu. Ki parasysh. Po si më zotëri dashur në një shkollë kur fëmijët si mbaro ka fëmia shkollën në orën 11:30 valla. Ça mësoka, po pse me ça Wi-Fi mësoka këta vetëm me val? Si nuk bëhen, por minimumi të ishin dalë 3 prindër. Nuk po themi të gjithë prindrit e fëmijëve, po 3 prindër, 3 gra, nuk bëheshin dot aty 3 burra, nuk bëheshin dot deri ato që ore dalë valla, çana bëhet valla, se kemi jetë. Jo. Se kemi arritur këtu o taulan. Po sepse ki parasysh shoqëria shqiptare është përballur me dështime të vazhdueshme. Dhe kur ti një person e godet në mënyrë të vazhdueshme, atëherë thuaj prit në një ambient që unë jam i sulmuar, nuk aftësitë e mia nuk duan, nuk vlerësohen, atëherë është edhe shëndetshme të largohesh. Është si ti jesh në një lidhje toksike me një person që as nuk të do, të përpiqet të bëjë të keqen. Dhe rredimisht ti duhet ndahesh nga ajo marrëdhënie në mënyrë që të funksionosh. Problemi është që, siç e thotë, më duket mos gaboj Ismail Kadare, që thotë që
emigrimi nuk është zgjidhje në vetvete, mund të jetë një zgjidhje e përkohshme. Dhe ne e vuajmë gjithë, ose një pjesë e jona, se unë nuk mund të përgjithsoj. Shoqëritë ku ne shkojmë, sigurisht ti duhet të jesh duhet mësohesh me një kulturë të re, me një gjuhë të re, me mënyrë të re funksionimi, duhet ndërtosh një strukturën tënde të re nga e para, dhe në shumë raste duhet i përballesh çdo gjë i vetëm. Një gjë që në shtëpinë tënde, pra në Shqipëri, nuk do ndodhe sepse ke familje, ke një situash është në gjuhën tënde, një shoqërinë e tjerë. Dhe unë besoj që edhe ne si emigrant kemi pasur një faj në këtë kulturën e përgjithshme që është ndërtuar. Sepse nga problemi i inferioriteti, gjithmonë emigracioni promovohet si diçka pozitive, ku vuajtjet nuk ndahen, por thjesht nga ajo që ne duam tregojnë s'ka si Gjermania, nuk ka si Zvicra. Ndërkohë që në Zvicra Jo, jam shumë dakord, po them që ka ndodhur si fenomen. Ishte si puna e emigrantëve që vinin nga Greqia, që gjithmonë shisnin mend pavarësisht se në shoqërinë greke kanë qenë gjithmonë diskriminuar dhe ndoshta nuk kanë pësuar zhvillim kulturor më shumë se ne shqiptarët që jetonin në Shqipëri. Po ishte thjesht ai statusi. Si thonë bukur shqip. Është thjesht ai statusi që na jep fakti që ne jetojmë në një vend tuaj dhe ajo na jep një është një status që ne e shesim. Ndërkohë që duhet ishte krejt e kundërta. Dhe besoj që kjo ka filluar ndryshoj tani që po largohet një brez që është edhe i edukuar dhe që kërkon shumë nga vetja dhe ka shkuar me premtimin që prit se bota jashtë është situash parajs e tjerë dhe kur vjen atje shfaqet përballesh me një realitet ndryshe nga ajo që është komunikuar. Kjo nuk do thotë që situash një eksperiencë jashtë nuk është shëndetshme. Unë jam ndër ata që gjithmonë besoj edhe në shtetin më të zhvilluar t'jesh, është shumë e mirë të kesh 1 vit, 2 vite apo edhe 3 vite në eksperiencë pune apo akademie në shtete të tjera, kjo sepse të ndihmon të hapësh vizionin tënd, shikosh një kulturë të re, shikosh një qasje të re, është si të punosh me 5-6 disiplina, nga çdo disiplinë ti ke mundësi të marrësh një diçka, por aman nuk duhet parë si thua si një gjë e përjetshme. Unë besoj që ne duhet në moment që merr diçka dhe ke zhvilluar diçka nga ana profesionale, ke arritur të shikosh një kulturë të re e zhvilluar, atëherë mund të vish dhe ta zhvillosh edhe në Shqipëri. Dhe mos të shikohet kthimi në Shqipëri si një dramë e madhe, dhe kjo vjen edhe nga kultura jonë. Kur unë sërsh vjen nga Zvicra dhe pija një kafe tek le të themi kafja e lagjes ku prindërit e mi jeton, dhe takoja njerëzit dhe u ktheve ti po ç'bën. Ti thosha më fal, ja, u ktheva në shtëpinë time, ti duhet të shmirë se erdhe dhe të rish sa më gjatë, më kupton? Që këtu fillon problemi. Që aty i plago, i edhe mos e kthesë të mbrapa. Pikërisht. Apo ajo tjetra që dhe kjo vjen pastaj po me sistemin e korrupsionit e tjerë, për shembull si ai fenomeni që kur dikush bëhet drejtor, urimi që i bëjnë të tjerë është bravo se do vjedhësh ca lek. Jo vetëm ajo, mos bëft vaki, mos të bëj vaki që ti të vesh, domethënë edhe të mundohesh të sillesh një standard të ri, e të heqësh dorë, si rasti në fjalë, apo të heqin nga puna, thon, gjunaj shketi, as për veten e ti nuk dinte, i mefshtë. E kupton tani, prandaj është. Po, këtë duhet ta ndryshojmë se unë shoh për shkakun që brezi jonë është edhe më ndryshe, se nuk kemi rritur me atë kornizën e komunizmit që janë rritur prindërit tanë. Edhe fakti që ne kemi jetuar jashtë, kemi akses të celular, jemi më të hapur për shohim se çfarë ndodh, nuk jemi të izoluar. Unë kur herë e parë që kam pas celular në jetën time ka qenë mos gaboj në 2012-ën. Apo internet kur kam qenë në gjimnaz që ishte me atë tak telekomit që ja bënte ping dhe pagoj 1000 lekë. Dhe unë nuk dinim shumë se sa din të themi të rinë sot. Pra nuk kemi të izoluar dhe kjo është edhe një gjë e mirë. Pra për shembull një gjë e re ti sot e përçon shumë shpejt krahasuar me vite më parë. Dhe në këtë kontekst unë them që duhet të luftojmë. Duhet të luftojmë. Great power comes great responsibility, se ti vërtet thua që ne kemi internet më të shpejtë, 5G, iPhone 14, 15, 16, po në vend që ashtu shikojnë në TikTokera duke pirë kokainë në banjo, e kupton? Po kjo ka të bëjë me shtetin, se shteti duhet të ketë pak një filtr kontroll,
të situatës, e kupton? Nuk ka pasur shumë drama nga rrjetet sociale, që kanë ose fillon nga shtëpia, ose një babai që është i korruptuar që merr 5000 lekë te qendra civile apo merr 50000 lekë diku apo 100000 lekë diku, sado ti i thoj fëmijës që rritu keqe babai, keqe nëna, mos u bëj kështu, mos u bëj ashtu. Kur je në nder muhabeti, që birçeni vet, ç'a dardha ndar. Vlon kemi një problem sistemik se ishin të njëjtë individ që në komunizëm nuk vivnin. Ata thuaj. Domthon spiononin, po nuk vivnin. Po. Domthon edhe prandaj them është problem sistemik. Nëse njëri person vjedh, unë nuk e kam me atë person, unë e kam me sistemin, mua vjen keq sepse është domthon sistemi e ka degraduar ku ai person është gjithashtu përgjegjës, por në një sistem të shëndetshëm ai person do ishte gjithashtu i shëndetshëm. Dhe në momentin për shembull kur dhe themi atakojnë figurat caktuara, ne duhet luftojmë që të rregullojmë sistemin që e ka lënë atë person të kalojë në atë situatë. Pra, në rast se dikush për shembull le themi ka bërë plagjaturë, atëherë ja ndryshojmë ligjin apo rregullin, si ta ndalojmë këtë gjë. Për shembull, studentët kur u ngritën protestë kërkuan sistemin antiplagjaturë. U vendos sistemi antiplagjaturë, u bën një projekt pilot, dhe ç'ndodhi? Ai projekt pilot kapi nga le themi 30 doktoratura që u futën në skrinin, 20 dorën plagjaturë dhe rektorët për shkak se ishin edhe thanë nuk na duhet më sistemi. Dhe hoqën. Dhe hoqën. Pra, kjo është nëse ne do e mbanim sistemin dhe të bënim presionin, atëherë do ndodhte më pak. Dhe këtë kjo duhet të shohim, duhet të krijojmë situatë të luftojmë për të përmirësuar sistemin me qëllim që ata hapësirë që sistemi sot e lë të mos ndodh. Pra në rast se për shembull ka protokolle mjekësore, nuk e lë abuzimin që farmacisti apo mjeku mund bëjnë me dhënien e barnave të pa lejuara apo të pa autorizuara. Nëse le themi ne do vendosnim spitalet të akreditonim spitalet që janë në Shqipëri, përfshirë ato private, nuk do kishin kioska spitalore ku çdo kush bën reklama në televizion. Çka kancer është ajo që ka çdo cep një klinikë private, çdo cep. Pikërisht. Edhe mundësisht dhe shumicën e kohës nuk i gjen se ata janë në spital akoma, mbarojnë turnin pastaj vjen atje. Po, ki parasysh nuk janë të akredituara, nuk janë certifikuara. Pra, shteti nuk e ka certifikuar që dhe ç'ndodh? Duke ty të duket si liria ajo që t'jep shteti, por faktikisht shteti ka inkriminuar, sepse ai faktikisht në çdo moment shteti mund ta mbyll dhe mund ta vendosë përpara përgjegjësisë ligjore. Dhe kjo është kur ti nuk ke ndërtuar sistem të shëndetshëm. Nga njëra anë nuk e vras shumë mendje për ata tipa, mirë ti bëhet aty një orë përpara, mua ka shpifur, un kam më thënë, ma hamën se një pjesë shumë e madhe shqiptarëve dhe unë kam probleme shëndetësore dhe familjarët e mi kanë pasur shumë probleme shëndetësore dhe kanë lënë lesht. Patjetër, që sot mund të kishin filluar të blinin një shtëpi apo një gjë tjetër, i është dashur që për gjërat e tjera nga që kjo shëndetësia falas që se po më vjen tash të them gjëra që nuk duhen thënë, ka vajtur në atë pjesë domethënë që një njerëz që nuk ka ndonjë pasuri të madhe ose ndonjë kapital të akumuluar. Domethënë, ato pak kursime që i kanë mbledhur me një qëllim diçka tjetër, për një kohë le të themi 2-3 mujore, ti zeroj komplet vetëm që të vazhdoj në atë rrotullën e hamsterit edhe të punoj prapë që edhe prapë të vësëmuret edhe prapë të hedhë lekët atje. Po Bleon e ka lënë shteti. Nëse shteti do vendosë rregullat e lojës, prandaj ke shtet, të vendosë rregullat e lojës. Nëse shteti nuk vendos rregullat e lojës, çdo kush e folma edhe i huajt vinë në Shqipëri të njëjtën që bën. Nuk është se bën ndryshe. Edhe ka treguar kuaj që edhe investimet e huaja kanë qenë me korrupsione masive. Nuk është, e lejon sistemi. Më thuaj kush është edhe mbretja do atë dhurat. Mund të ketë pasuri të jashtëzakonshme dhe kjo është nëse dhe të mjekësia mua vjen shumë keq që sulmohen figura mjekësore pavarësisht se edhe meritojnë të ndëshkohen. Problemi është që ne nuk kemi ndërtuar sistemin. Sot askush nuk flet që në fakultetin e mjekësisë apo në universitetin e mjekësisë nuk vijnë pedagogët në mësim. Pra ti nxjerr një mjek që nuk ka bërë mësim apo praktikë klinike. Askush nuk flet që ne kemi një universitet privat në Shqipëri të huaj që nuk ka klinik dhe nxjerr mjek. Askush nuk flet.
Domthon ky do ishte një skandal shumë i madh. Domthon ai universitet privat nxjerr mjek me një diplomë të huaj dhe ndërkohë në letra supozohet ka një spital, por realisht nuk ka spital. Pra kjo është si thua sistemi që ne kemi ndërtuar. Po mos ka humbur pa ky, ta themi në mënyrë të thjeshtë, ky shpirti i sakrificës valla, që të dalë njëri dhe thojë, okay, unë do e mbas këtë vendin e punës, po do e them të se mu plasi shpirti nuk e mbaj dot më brenda. Do protestoj për këtë gjë, ose ku dëgjon, do e lë punën sot për këtë gjë. Domethënë, le ta humbas punën, le të ndodhi kjo, le të ndodhi ajo. A mendon se ka është zhdukur kjo, është pothuajse një eksistencë secili thotë ta ha unë, po hëngra unë jam rregull. Po jo, unë jam i mendimit ndryshe që ka shumë veta që kanë ndodhur që kanë refuzuar si thua korrupsionin. Dhe prandaj janë larguar jashtë Shqipërisë. Nëse nuk don të gjithë ne që jemi larguar se nuk e kemi dashur të bëjmë pjesë e sistemit. Nëse sot ka largim masiv të mjekëve, nuk është se mjekët largohen se nuk bëjnë pasuri në Shqipëri. Po që për lek, më besoj një mjek në Shqipëri bëhet më i pasur se në Gjermani. Don të krahasosh se sa merr një mjek në Shqipëri me mënyrën se si funksionon sistemi, është më i pasur se sa një mjek që punon në sistemin shëndetësor gjerman. Po pse largohet? Largohet se nuk do të jetë pjesë e këtij llumi të mënyrës se si ne funksionojmë si shoqëri. Pra, ka shumë veta që i thonë jo. Po ndoshta mënyra se si ne duhet të themi jo është që të ngrihemi dhe të bashkohemi që ta ndërtojmë këtë gjë brenda sistemit ton, shtetit ton dhe të mos shohim vetëm largimin si mundësi. Dhe unë e kuptoj që duke qenë se sot le të themi distancat janë afruar, lëvizja është bërë më e lirë, madje edhe shtetet e zhvilluara nga që kanë nevojë për fuqi punëtore apo presione të caktuara, shumë gjëra i kanë liberalizuar dhe rrjedhimisht bëhet shumë më e lehtë për të thithur një potencial jashtë vendit. Dhe këtu duhet ndërhyjë shteti, por shteti nuk ka as pak dëshirë, madje përkundrazi merr emigrantët që i vjen një shteti dhe i sjell në shtetin e vet. Por se ne herdhëm asaj tepsis rreth e qark, që ta fusim thikën në mes atje. Përveç këtij aktivizmi që më hamendje ti me shpirtin tënd e bëz dhe nuk ke ndonjë, le të themi, nuk merr ndonjë gjë nga mbrapa direkte materiale që të ndihmojnë për kohë. Në një plan tjetër ke ndonjë gjë në këtë xhungull, në këtë kopsht blyhende katën me figura të reja që premtojnë që do bëjnë Shqipërinë edhe Europën, domethënë. Nuk të ka vajtur në mendje? Ose të ka vajtur në mendje dhe i ke bërë surprizë, e ke ulur, apo ke ndonjë farë lloj dëshire, ke qëllime, domethënë, si është gjendja për momentin? Më bëjnë shumë veta pyetje, pse nuk i futesh politikës? Unë jam ndër ata që mendoj që jo gjithçka në jetë arrihet përmes politikës. Dhe si thua, ky është modeli që unë kam dashur të tregoj në jetë. Që të hysh në politik, unë jam ndër ata që besoj që ti duhet të kesh arritur diçka në jetë. Pra duhet të jesh i zhvilluar nga ana profesionale, të kesh ndërtuar në aktivitetin tënd profesional, dhe pasi ke pasur arritje profesionale dhe ke zhvilluar, atëherë ke edhe diçka çfarë të japësh shoqërisë. Pra, sepse në atë mënyrë edhe i pavarur. Pra, unë që se flas sot, flas sepse kam arritur në atë stad që jam i pavarur, nuk varem nga shteti shqiptar apo nga një shtet i caktuar. Si thua, jam garanti vetes në funksionin e garantimit të veprimtarisë time. Dhe rrjedhimisht kjo më bën të fortë që nuk e vras mendjen apo nuk kam nevojë të servilosem dikujt për të arritur diçka. Dhe prandaj për shembull, këshilla që jap çdo personi është që puno dhe me veten tënde, investo me veten tënde, kaloj dhe ato dështimet, mëson nga ato dështimet, mos u ndalo asnjëherë, pra mos i lejo ato të demoralizojnë, me qëllim që ti të jesh aq i atë sa mos kesh frikë të thuash të vërtetën. Dhe kjo neve na mungon si shoqëri. Pra, ne flasim më shumë për politikën, sa çdo urim suksesi e bëjmë të lidhur me politikën. Ndërkohë urim suksesi do të thotë që të arrish në shkallën tënde profesionale gjërat më maksimale të mundshme. Pra në fushën time, të jem nesër një antar i akademisë apo të kenë zhvilluar një metodologji të re, etj.
Dhe duke ardhur sërish tek pyetja se çfarë dua të bëj unë në jetë, është në momentin që flasim, po investoj si thua në krijimin e një sistemi të ri të edukimit, të edukimit në përgjithësi, që po e zhvilloj në Zvicër, sepse kam një pasion për arsimin, kam një pasion për ndarjen e dijes dhe dua ta lehtësoj atë gjë, dhe njëkohësisht të vazhdoj me aq sa mundem që të jem një zë kritik për t'i dhënë shoqërisë shqiptare një hapësirë të re, dhe uroj që edhe zërat e tjerë të bashkohen për të punuar të gjithë që ta nxjerrim Shqipërinë nga errësira që i ka pllakosur me intelektualizmin. Të jetosh në vitin 2024 dhe të mos dish nga e dallon një profesor nga një mësues, do thotë që ne ende jetojmë në vitet 1900-1800, sepse në atë kohë ishin në situata të tilla. Të flasim për shembull për unë një kuriozitet, po të them, ne flasim sot, e kemi sot këtë vitin e gjuhës shqipe, duke u nisur dhe nga peticioni, dhe gjithmonë festojmë 7 marsin si dita e mësuesit e gjuhës shqipe. Po fatikisht ka një profesor që është me origjinë shqiptare, që është në Cagliari, mos gaboj, pra në Itali, që ka të dhënaj që shkolla e parë shqipe është hapur nga arbreshët në vitet 1580-1590, dhe faktikisht ajo duhet festuar si dita e gjuhës shqipe. Pra kemi aq shumë ne si shoqëri për të mësuar për veten, me qëllim që të kthehemi te identiteti jon, dhe në këtë mënyrë për të besuar në vlerat që ne kemi, për të ndërtuar një shoqëri të ardhmes që është e bazuar në arsimin, dijen dhe dashurinë për njëri tjetrin. Plon, ne shqiptarët, për shkak të një politike përçarëse, e urrejmë njëri tjetrin sot. Pra, po më thoshte takova një artist dje, dhe më tregoi një histori, ose nuk e di se s'po i gjej një fjalë tash në gjuhën shqipe, ku kishte ardhur mbreti dhe merr 2 shqiptarë dhe i thot çfarë do. Dhe shqiptari i parë thot që dua një lop për fermën ku kam, do më jepte këto të mira etj. Dhe fton shqiptarin këtu dhe i thot që shiko, ky kolegu jot kërkoi këtë, ti çfarë kërkon? Unë dua ta ti heqësh lopën aty. Dhe pak a shumë kjo është historia, pra, ne si shqiptar nuk e duam arritjen e njëri tjetrit. Dhe unë për shembull kur shikoj edhe në qarqet universitare ku kam punuar, unë shikoj nëse shefi është italian, po thoj se të gjithë janë italian. Nëse shefi është grek, po thoj se të gjithë janë grek. Ama po që shefi shqiptar, rrallë gjen që të jetë një shqiptar. Ndërkohë që ne duhet investonin, sepse është kapital, dhe duhet e kënaqësi që si thua adetari jot po zhvillohet. Dhe këtë ne duhet ta ndryshojmë. Ta duam njëri tjetrin, ta gëzojmë arritjen e njëri tjetrin dhe ta shtym njëri tjetrin për të zhvilluar më tej. Mos ta shohim arritjen e njërit prej nesh si një formë për ta ulur poshtë atë person. Fjala jote në vesh të Perëndis, o Tolan. Themi ne nga Berati të ngrën goja mjalt për atë punë, po unë mendoj se është një rrugë të vështirë. Po që mos të mbaj më një merak. Më pyeti kam një shok që punon ndihmës kuzhinier, edhe më tha, pyet Aulantin cila është pjata e tij e preferuar shqiptare. Pjata ime e preferuar është pasticë. Dhe faktikisht është edhe, si thua, gatimi më i mirë që unë mund ta bëj vetë. Kudo ku kam jetuar, kur mblidhja miqtë mi internacional dhe shqiptar, pasticën e bëja vetë. Dhe gatuaj pjesërisht, kam disa gatime që i gatuaj, dhe kur kam dëshirë dhe kohë e bëj, por që nuk jam specialist, po pasticën po. Specialist, ose do kërkosh mënyra dhe ja përshëndetin e femrave edhe çfarë tham deri tani, ose do bësh pasticën, si bëndon cita. Jo. Pasticën e bëj dhe kam marrë gjithmonë fjalë të mira. Dëgjues, shikues të dashur, kjo ishte biseda jon, juve dini që ka dalë kohë përpara në Patreon, kështu që nëse keni dëshirë edhe nëse mendoni se është diçka e bukur, diçka le të themi larg atyre 10 minuta pushimeve për ku ti qenë vaj olime dhe çka kanë qenë ata kur kemi qenë të vegjël.
Duke folur ashtu siç I mendojmë ne, mund të na mbështesin Patreon, I don't know, ka 200 lloj gjëra I keni në description, YouTube membership, Buy Me a Coffee, shumë gjëra të tjera, por më e rëndësishmja, si gjithmonë të vazhdoj edhe stresoj që gjithkohë si pikë është që nëse ne tham diçka që juve nuk ju pëlqen, bëni një koment, thoj, ore zotëri, po mos është ndryshe. E thon, le të shkëmbejmë. Këto që thash, sidomos unë për tavlanin nuk di gjë, po për to që thash unë sidomos, ato që thash unë nuk I di unë, janë të sakta apo jo. Kështu që le ta bisedojmë. Nëse ka ndonjë gjë gabim, lëshoj një koment, tregojani dikujt tjetër, hapni një debat, flisni me miqtë tuaj, flisni me shoqërinë tuaj, me nën, me babin, me kushërinë, ku dëgjon. Hajde ta provojmë mirë, se nuk I dihet çfarë del ndonjëherë. Kështu këto lloj gjërash domethënë fjala ndjek fjalën edhe mbas del ndonjëherë edhe normalisht edhe rritemi edhe mundsohemi edhe jam vushim mendin prapë edhe taulantit të na vi përsëri. Se bëj shaka se erdhi me pritjet e parë dhe ishte një nga reagimet më pozitive që kam marrë ai. Unë falenderoj dhe është kënaqësi, është kënaqësi, unë jam gjithmonë I hapur të flas edhe për më tepër kur flasim për platforma të reja që duan të krijojnë një hapësirë të re, të pavarur, dhe ti personalisht që përpiqesh të uroj shumë sukses edhe I ftoj të gjithë që të bëjnë pjesë e këtyre podcasteve që ti bën, të bëhen sa më aktiv, se jeton dhe në Gjermani dhe je më I pavarur se këta të tjerët që jetojnë në Shqipëri dhe jep më shumë zë, si thua, zërave që ndonjëherë edhe nuk janë të ftuar për të thënë të vërtetat. Shpresoj që ti afrojmë aq sa më shumë të mundshëm, më duket se është pak më komplimentuese se sa e vërteta, po ai është le të themi një nga qëllimet e mia dhe vërtet me gjithë shpirt mundohem që si një taulant që studiuash, si dikush që mund të jetë nesër mbas teje, mund të jetë dikush që vë tulla në një mur. Unë mundohem domethënë që ta sjell fiks ashtu siç është dhe pa e krehur, pa ja zbukuruar gjërat, po thjesht kjo është gjë e vërtetë, çfarë do bëjmë me këtë informacion, ju mbetet juve. Që e dëgjoni. Kështu që unë të falenderoj edhe shpresoj që të shihemi dhe të dëgjohemi herë të tjera. Ky episod përmbyllet këtu. Faleminderit. Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast.